e theksojmë shpesh që kapitujt përmbushin detyrimet me ekspert dhe me akademik të fushës. Dhe jo me emërime politike. Kjo do isha ajo që unë do ta thoja me plotëgoj. Zoti Pilku, për të rikthyer edhe një herë mënyrës se si importohen apo më saktë kontrollohen në Shqipëri produktet ushqimore. E nisëm bisedën pikërisht me skandalin e futjes në treg të një sasie të konsiderueshme mish i pule me salmonel, por ka pasur edhe raste të tjera që mund t'i kenë shpërtuar filtrit, ju përmendët produkte, qoftë fruta, qoftë perime, kryesisht domate nga Turqia. Në çfarë filtrash kontrolli, pra në momentin që mbrin maunet në doganat shqiptare, kontrollohet mostër nga çdo maune apo bëhet kontrolli në bazë risku? Si procedohet me produktet ushqimore? Shiko, Dafina, unë jam gjithmonë protektiv ndaj prodhimit në radhë parë ndaj prodhimit kombëtar. Ndaj djersës së fermerëve dhe mundohem shpeshherë të flas dhe të argumentoj me nota lehtësuese. E qartë, po pikërisht ato që asistoni ju, zoti Pilku, prodhojnë kryesisht për jashtë Shqipërisë, ndërkohë që ne kryesisht kemi produkte të importit. Patjetër. Pra, konsumojmë ato çka prodhon bota. Në 60% të produkteve që ne konsumojmë, produkte ushqimore, ne kemi produkte importe. Kuptohet që analiza riskut ka një metodik për bërjen e analizës riskut. Mendoj që nuk e zbatëm shumë mirë metodikën e analizës së riskut, sepse kryesisht nëse do t'i referohemi, do bëjmë një analizë të reklamimeve që ka në platformën e Raspit, do t'i vendosim goxha pesh kritike produkte që na vinë kryesisht nga Turqia. Dhe mendoj që na çalojnë nga Kina gjithashtu. Nga Kina, mos harrojmë që kemi një shkëmbim tregtar në fushën e produkteve ushqimore jashtëzakonisht të madh me Turqinë, kryesisht me Kinën, kryesisht produktet. Po nga Kina, çfarë importojmë kryesisht? Sa i përket ushqimeve? Çdo gjë, gjithë gama e produkteve importohet. Së fundmi kam parë në databazin e Bashkimit Evropian edhe presh të importuar nga Kina. Ndërkohë që këte kemi nga prodhimet kryesore të fushave tona të mysheqes. Pra kryesisht janë arroret, urdha dhe arroret janë produkte që ne i importojmë masivisht nga Kina. Po unë do jap dhe një lajm ndoshta çik që nuk është shumë një lajm i mirë, që lidhet përsëri me sigurinë ushqimore. Ndoshta nuk ka lidhje me marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian, po së fundmi ne kemi edhe disa raste të bllokuara nga FDA-ja, që është dogana amerikane, të eksporteve tona. Pra kemi në dhjetor, në tetor, në dorë dhjetor kemi pas vaj ulliri. Kanë përdorur pesticide të ndaluara? Patjetër, pesticide me ngarkesa jashtë normave. Kemi pas së fundmi, kemi pas disa ngarkesa me arrore. Kemi pas dhe ajo që më vjen keq është që kemi pas edhe në produktet e qumshit. Kryesisht kemi pas probleme me aflatoksinën, që kryesisht vjen nga përdorimi, shiko, Dafina, është një zinxhir i tërë, pra nuk mund t'ja vejmë atit fajin, atit fundorin. Nëse do vim qartë, është një zinxhir i tërë, i pa zhurmuar, i pa kontrolluar, dhe kjo e bën të vështirë ndoshta përgjetur edhe hallkën përgjegjëse kur ndodh një situatë e tillë. Patjetër, pra ne kemi baza ushqimore në Shqipëri, kryesisht për plektorin, vjen nga Serbia, pra misri vjen nga Serbia. Atëherë misri është një pjesët e bazës ushqimore për plektorin, e cila ndikon në cilësinë e qumshit. Dhe të gjitha këto na kanë krijuar problematika. Shiko, unë do t'ju thoja që autoritetet përkatëse, detoria përkatëse në Ministrinë e Bujqësisë, le t'i referohet portaleve europiane dhe amerikane, dhe do të shikojnë me emër kompanie se çfarë problematika kanë pas në bllokimet e tyre në dogana. Pra është një çështje shumë e thellë, shumë problematike,
e cila kërkon në masa. Unë do doja ta përshëndes vendimin që është marrë me pezullimin nga puna të 3 inspektorëve dhe dërgimin e tyre për ndjekje penale, ashtu dhe të kompanisë përkatëse, por e quaj këtë... Zoti Pilku, unë e bëra pyetjen që në fillim, por nuk më dhatë një përgjigje të drejtë për drejtë. E kanë neglizhuar 3 inspektorët apo në mënyrë të qëllim të kanë lejuar futjen e mishit të kontaminuar në treg? Dafina është e qëllimshme. Atë nuk duhet ta diskutojmë fare. Kjo është një përpjekje tentativ për vrasje, për dëmtim të shëndetit. Nuk mund të jetë thjesht shpërdorim detyre akuza ndaj tyre. Patjetër që është një neglizhencë e qëllimshme e personave përkatës të AKU-s, të laboratorit përkatës, se cila ka bërë analizat, se një laborator që ka bërë analizat të identifikimit të salmonellës, duhet të lajmëronte patjetër autoritetet të shkon në një nivel më të lartë. Pra është një zinxhir përkatës i qëllimshëm në këtë histori. Dhe ku do ta gjejnë të drejtën të gjithë ata qytetarë që e kanë konsumuar dhe janë smur nga ky produkt? Mbi kë do të bi përgjegjësia? Po patjetër, Dafina, sepse ne kemi një sistem shumë të dobët të sistemit alert, pra ai sistemi i cili duhet të mbrojë shoqatat e konsumatorëve, të cilat për mua janë inekzistente ose janë shpeshherë bëhen pjesë e politikë bërjes dhe zbatimit të saj, në vend që të luajnë një rol protektiv ndaj ankimeve që vinë nga konsumatorët shqiptarë. Zoti Pilku, shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim, edhe pse në fakt të diskutuam për një çështje që mund të ketë alarmuar edhe më shumë qytetarët, për mbi të gjitha unë uroj të ketë sensibilizuar institucionet përgjegjëse. Patjetër, faleminderit Dafina. Kënaqësi. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.